Mirëmëngjes Shqipëri, ku jemi këtu me parashikrimin e ditës së sotme. Një ditë ku shumë gjëra ndryshojnë, shumë gjëra rregullojnë, sepse kemi një ditë mjaft të rëndësishme ku pikërisht fillimi i javës, fillimi i çështjeve të mëdha që fillojnë nga sot. Por duke pasur parasysh ndikimet që kanë bëjnë planetet dhe ndryshimet që na japin mundësinë neve të ecim përpara. Por vallë, cilat nga shenjat mund të kenë një ndikim disi më të rëndësishëm në punën e tyre apo në lajme të rëndësishme që mund të marrin nga jashtë ose nga çështjet të mëdha? Atëherë le të hedhim një sy busullës astrologjike, çfarë na mëson dhe ku duhet bëjmë kujdes. Ja ku e kemi këtu. Kemi shumë ndikime dhe çështje të mëdha që do të ndikohen dhe me vazhdimsinë dhe korrektësinë që kanë të bëjnë. Kemi një mundësi shumë të mirë dhe një ndikim mjaft të rëndësishëm ku gjërat do jenë mjaft pozitive, sepse po të vini re kemi ndikimin e hënës që janë ndodhet në shenjën e dashit, ku nga dreka shkon në shenjën e demit, ku kanë një mundësi shumë të mirë të shenjës së dashit, shenjat e zjarrit kanë shanse shumë të mëdha përsa përket ditës së sotme, nëse ata kanë një mundësi ose një bisedim, takime të rëndësisë së veçantë në punë apo në udhëtime. Kemi shenjën së dashit, kemi shenjën së luanit, nuk diskutohet, nuk e vën dyshim se ka i diçka shumë të madhe, pra po ta shikoni dhe këndi që bën luani lidhje me ujorin, ku jep një mundësi dhe rëndësi të veçantë në fushën e karrierës dhe disa gjëra të tjera që do të diktojnë. Por mos harrojmë, kemi dhe Britsjapin ku atje ndodhet dielli, kemi mesqellorin, kemi dhe shumë ndikime të tjera bashkë me shikjetarin në anën tjetër, ku Mërkuri ndihmon dhe u jep rëndësi çështjeve të mëdha, por diçka e vogël ndodh nga dreka përsa përket një konsulte apo një takim i rëndësishëm është shumë i madh për të ardhmen, pra për vitin që vjen, sepse viti që vjen ka ardhur xhanëm, por na mëson se si neve të veprojmë në fusha të ndryshme dhe është momenti dhe mundësia më e mirë. Pra këto shenja kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që do të marrim. Por le të hedhim një sy të 12 shenjave zodiakale si funksionojnë dhe ku ata duhet bëjnë kujdes dhe ku duhet të lëshojnë për çështjet që kanë të bëjnë. Fillojmë me shenjën e parë, fillojmë me shenjën e ndryshimeve dhe e vendimeve të mëdha që do thotë shenja e dashit. Për shenjës së dashit të duket se ka një moment mjaft të rëndësishëm në lidhje me çështjet e punës së tyre. Dhjetëçi i tretë është shumë i favorizuar sepse juve që jeni në diaspor ose jeni në pritje të disa dokumentacioneve do thoni juve po mi më jorko tani ka ardhur fundi vitit, punët janë ndryshe dhe nuk punojnë kapacitetet e duara dhe punët shtetërore. Unë do thosha po, sepse ka diçka shumë të mirë dhe prisni lajm juve të kësaj shenje në lidhje me punën tuaj aktuale dhe në lidhje me disa bisedime shumë të rëndësishme që do të bëni juve të shenjës së dashit. Gjithashtu, në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa keq kuptime, keq interpretime, duket se gjërat rregullohen dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani në këtë periudhë, sidomos për ditën e sotme dhe gjatë gjithë javës do keni mundësira që të arrini atë ku juve dëshironi. Gjithashtu, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë për juve të shenjës së dashit duket se me peshoret e dhjetëçit të dytë keni diçka shumë pozitive. Do shkojmë të një shenjë tjetër tani, do shkojmë të një shenjë toke ku gjërat janë krejt ndryshe dhe situata ndryshon nga dreka, që do të thotë shenja e demit. Por pse ndryshon nga dreka dhe nuk ndryshon kaq tani në mëngjes? Ndryshon sepse me ndikimin e hënës që shkon në shenjën tuaj, miqtë e mi dhe kësaj shenje, duket se ka të bëjnë mjaft në lidhje me punën aktuale, por edhe disa debate që keni pasur para një jave, duket se dita e sotme jo se ju merr me të mirë, por e drejta juaj triumfoi dhe do të gjeni një zgjidhje nga dreka, është shumë mirë, ora 12 me 14:10 është një orë mjaft e rëndësishme për juve, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, ka diçka edhe një surprizë në rritjen e detyrë, dhe pse jo ju takon që është në shtator juve, po megjithatë e kanë lënë pak pas dore, pak rëndësika që gjërat jenë aty ku juve dëshironi dhe doni të rregulloni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të dhjetëçit të parë dhe me ujor të dhjetëçit të dytë, pregatituni se ka diçka shumë të mirë dhe tepër pozitive. Do shkojmë të një shenjë tjetër tani, do shkojmë të një shenjë ajri ku gjërat janë të qeta dhe krejtësisht në lidhje me një takim që bëhet, ka të bëjnë me jashtë për dokumentacione ose aplikime, ka një ndikim shumë të madh pikërisht kjo ditë që është shenja e binjakëve. Binjakët të dashur, mundësitë janë të mëdha. Sa jeni gati juve, se jeni pregatitur për të rregulluar, stabilizuar gjërat që ju dëshironi, është më e madhja dhe mundësitë janë krejt pozitive dhe jo vetëm. Është një moment shumë i mirë tani në lidhje me një takim që do të bëni nga dreka mbas orës 12, ku gjërat
ndryshojnë shumë, sepse një ofertë që do t'ju vi në lidhje me punën tuaj, ose në rol drejtues, nuk është e rëndësishmja se çfarë do t'ju thonë, dhe në lidhje me parat, është shumë e rëndësishme ajo çfarë juve dini të bëni mirë, dhe kjo do të triumfoj në ditët që do vinë, në muaj që do vinë dhe gjatë gjithë vitit. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse shumë fjalë janë dëgjuar pas krave, por po fshihen nga memoria juaj, sepse dini shumë mirë ku doni të shkoni dhe të tjerët juve ecin nga pas, por gjithsesi është koha më e mirë e mundshme tani. Në lidhje me dashurinë, duket se me shikjetar ka diçka shumë të madhe dhe pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku gjërat ndryshe mendohen, por ndonjëherë keq kuptohen dhe keq interpretohen, që këta janë të shenjës gafores. Për sa përket gaforeve, gafore duket se dy gjëra kryesore që ka. E para është në lidhje me takimin që do bëjnë tani paradite. Në lidhje me disa takim, një telefonat që mund ta merrni nga ora 11, nuk është përfundimtarja, mos u shqetësoni se nëse do të shtyhet për një moment tjetër, ose do të thonë që në një moment tjetër mund ta rregullojmë ose mund të stabilizohen gjërat. Jo, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm tani, për sa përket çështjeve që lidhen me punën tuaj dhe rolin drejtues. Një udhëtim ka gjasa të shtyhet, është në favorin tuaj. Dhe kjo do të thotë që është momenti, është mundësia më e mirë e mundshme në lidhje me punën e re që juve jeni gati. Dhe kjo do të thotë ndryshime, kjo do të thotë mundësi të arta në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet me britësjap të editit të tretë, ka diçka shumë të madhe, prandaj bini pas, do më kujtoni në lidhje me punën tuaj dhe në rol drejtues apo bashkim firmash. Firmash do të thotë një punë të madhe që mund të merrni, por juve që jeni në role të punës suaj ose ndërtues, gjëra kësaj natyre ose me tregëti. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, që siç e thamë në fillim të emisionit, ku kanë shumë shanse të mëdha, që do të jenë luanët. Po, janë luanët, sepse luanët kanë pasur edhe muajin e kaluar me shumë probleme në muajin nëntor, në fund të nëntorit, po ja fundi dhjetorit që jemi tani, ka një ndikim shumë të mirë duke filluar nga sot, nga ora 8 e mëngjesit, edhe 20 minuta diku, sepse ora shënon 7:44 minuta në këto momente, dhe mund të themi që gjërat janë pozitive për juve, e keni mundësinë për të zgjidhur problemin që keni pasur më përpara dhe ecni në drejtimin e duhur dhe mundësitë janë shumë të mëdha. Dhe koha ka treguar që juve jeni me shumë fat, koha ka treguar që juve dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Pa çka se shumë fjalë keni dëgjuar nga të tretët, por janë fjalë në ajër, por baza është pikërisht tani, është dita e sotme, e fillimit të javës dhe e mundësive të arta që do të keni në fushën e karrierës suaj dhe të punës, në çështjet shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me ujorët e editit të parë dhe me dëmtë e editit të tretë, ka diçka surprizuese. Çfarë është kjo? Është disa para të pamara, mund t'i merrni dhe koha do të tregojë që juve jeni në të drejtën tuaj. Në fushën e dashurisë, edhe pse një lidhje e largët është shumë afër për ta rregulluar, që do thotë janë ndikimi më i mirë, që do thotë luan me dëm të editit të tretë, se ka diçka shumë pozitive dhe mundësitë të mira që do të keni. Pikërisht dita e sotme është një ditë që nuk duhet humbur për shumë arsye, ose një telefonat, ose një bisedë, ose diçka, sepse gjatë rrugtimit dhe udhëtimit tuaj ka diçka shumë të madhe për të arritur qëllimin tuaj dhe për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, ku çështjet e punës marrin një drejtim të ri, që do të thotë shenja e virgjëreshave. Po çfarë? Do të thotë në lidhje me punën do keni ndryshim pune, lëvizje nga një vend pune që juve jeni tani, sepse ju është taksur një vend i ri pune në vitin që vjen, por megjithatë para përgatitore janë pikërisht ditët e sotme, sot, nesër dhe deri mbas datës 7-8 do të keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura në lidhje me disa keqkuptime, në lidhje me çështjet ekonomike, financiare, disa gjëra të tjera që do të keni në lidhje me një udhëtim që nuk u realizua kurrë për sa i përket një pune ose marrëveshje që mund keni pasur, dhe duket se pikërisht kjo javë është mjaft e mirë dhe pozitive për sa i përket gjërave që do të bëni juve dhe do të keni ndryshime në këtë aspekt. Por është koha më e mirë e mundshme tani, sepse koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet problematike. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me peshkët dhe editit parë dhe me binjak, duke se janë të mbara dhe mundësi të arta që do të keni në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku gjërat janë krejt ndryshe dhe situata është nën kontroll nga ana juaj, që do thotë shenja e peshoreve.
Peshorët dinë shumë mirë, sepse peshorët kanë mundësinë, çështje të rëndësishme nuk i lënë për në fund, po i marrin qysh në fillim. Dhe pikërisht nga dita e sotme e në vazhdim kanë mundësinë e artë që lidhet me punën e tyre, lidhet me karrierën e tyre, lidhet me ndryshimet të mëdha që ata kanë, dhe është një moment shumë pozitiv. Madje kanë kohën e tyre, kanë momentin e tyre për të zgjidhur çështjet nga më problematiket, gjërat nga më të mëdha që ata kanë, do t'i zgjidhin pikërisht sot edhe gjatë ditëve në vazhdim, ku është momenti dhe mundësia, është kohë e rëndësishme për sa i përket punës aktuale dhe për sa i përket disa gjërave shumë të mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj. Mundësitë të tjera që do të keni në lidhje me një takim rutin duket, por nuk është, sepse viti që vjen jeni të përgatitur për diçka të re, kjo është çështja. Po, ju e jeni dhe e keni mundësinë. Mund t'ju bëhet një ofertë shumë e madhe, por kujdes se gjërat e mëdha nganjëherë janë shumë të vogla, madje mikroskopike. Kujdes se çfarë flitet, sepse jo gjithçka që mund flitet ose mund t'ju ofrohet është e vlefshme për juve. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe gafore duken të mbara. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku gjërat janë pozitive dhe nuk do thoshë se ka një problem për t'u shqetësuar, por për t'u rregulluar, që këta janë akrepët. Çfarë ndodh me akrepët dhe ku akrepët bashkohen dhe ku ndikohen ndryshe? Akrepët kanë bëjnë shumë lidhje me punën aktuale që kanë tani, një moment mjaft të mirë për sa i përket kërkesave dhe mundësive të arta që ata kanë, është një mundësi shumë e mirë për të zhvilluar dhe ndikuar në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me karrierën, sepse lidhet shumë në lidhje me karrierën, është koha dhe momenti më i mirë dhe tepër pozitiv për të sa i përket ndryshimit, për sa i përket angazhimeve të mëdha që do të keni juve të kësaj shenje, duke pasur parasysh mundësitë që do t'ju jepen edhe koha e duhur që juve keni, sepse ka të bëjnë me disa takime dhe me disa vendime të rëndësishme që do të keni. Por meqenëse akrepët kanë pasur dhe janë në vendin më të mirë, të shkëlqyer atje ku janë, ku do të nisin dhe diçka të re, një punë plotësuese, një burim të ardhës të dyta që është e mundur të ndodhi dhe është koha juaj në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luantët e edhicit parë, me dashët e edhicit të tretë, duket se është më perfektja dhe më pozitivja e që ndojë në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku, siç e thanë në fillim të emisionit, kanë mundësitë dhe rëndësi të veçanta në ekonomi dhe në stabilizime, që këta janë shigjetarët. Shigjetarët e edhicit parë, dhe edhicit tretë, që kanë ndikime shumë të mëdha në fushën ekonomike financiare, në biznese, në karrierë, në ekonomia dhe stabilizimi i saj. Është momenti më i mirë i mundshëm, i duhuri për atë çka do të bëni, i duhuri për gjërat e mëdha që do të keni dhe momentet të arta që do të vinë. Megjithatë, është dhe mundësia mjaft e mirë sepse në ekonomi, në takime që mund të bëhen, në ndryshime që do të keni, një ndryshime shumë të mëdha financiare, por gjithashtu ka të bëjnë dhe me një vendim të rëndësishëm që mund të merrni. Ky është një vendim mjaft i mirë në lidhje me ekonomi, në lidhje me disa çështje që lidhen me dashurinë, por dhe jo vetëm. Është koha, është momenti, është periudha që juve e keni dhe kjo është një periudhë mjaft e mbarë, sepse në lidhje me takimet ekonomike financiare, lidhje me disa bisedime shumë të rëndësishme që do të keni, është mjaft e mirë, sidomos mbasditja mbas orës 15, 16, 22 deri në këtë orë, mund bëni takime bisedime të rëndësishme, sepse i jepen shumë mundësira në pikërisht në fillim javë dhe nga fundjava. Pra ka diçka shumë të madhe në anën tuaj, duke pasur parasysh pothuajse deri mbas datës 4 janar, gjithë java është me shumë angazhime, jo për arsye festash apo të vitit të ri, por për arsye pune dhe stabilizimit të saj. Është koha juaj, prandaj bini pas, sepse do shikoni shumë gjëra, do të shkoni dritë në fund të tunelit për sa përket disa problematikave që keni pasur më përpara dhe tani i zgjidhni në çështje që lidhen me anën e dashurisë, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, sidomos me peshk të edhicit të parë, disa problematika të ndryshme, me virgjëresht të edhicit të tretë, disa keq kuptime, por jeni drejt zgjidhjes të këtij problemi ose juve jeni në diasporë, një gëzim shumë i madh sepse një bashkim familjar ndodh pikërisht tani, lidhje me dokumentacione dhe jo vetëm ekonomia dhe stabilizimi familjar është aja dhe zhëja për juve të kësaj shenje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku gjërat ndryshojnë dhe rregullojnë, që këta janë të shenjës britsjapëve. Për britsjapët shumë lajme të mira, sepse kemi diellin në shenjën e britsjapit, kemi Afërditën, kemi Marsin në ndikimin më të mirë të mundshëm, sepse kjo u jep mundësi dhe rëndësi të veçantë në fushën e karrierës së tyre. Një çështje ligjore, disa bisedime, disa gjëra fshihen nga memoria juaj dhe shkojnë shumë larg, mbyllen dhe pushohen çështjet nga më të rëndësishme që keni pasur ose gjëra të tjera ku do të ndikohen shumë në fushën
e karrierës suaj, sepse juve keni lindur për karrierë dhe kjo do t'ju bëjë që të ndini mjaft mirë me veten tuaj, mjaft mirë me çështjet që do të keni, por gjithashtu është një kohë e përshtatshme për marrje vendimesh të rëndësishme ose nisma të reja. Për nisma të reja që do ishte perfektja që nëse firmoseshe në një dokument tani këto 2 ditë, 2-3 ditë pa u futur viti i ri, është diçka shumë thelbësore, sepse çdo gjë që bëhet këtë javë ka jetësi në 6 muaj që do vinë. Për të gjitha shenjat kanë ndikime shumë të mëdha, do flasim edhe për sa për këtyre çështjeve, por duke pasur parasysh dhe kohën, ndryshimin, marrjen vendimit të rëndësishëm në kohën e duhur, dhe kjo do të thotë kuptimin e jetës suaj dhe vazhdimsinë, sepse jeni shumë korrekt me atë çka doni të bëni, jeni shumë korrekt me anën e financave dhe të bisedimeve të rëndësishme. Ka një periudhë ku gjërat janë mjaft të ndikuara, ku është nga dita e sotme që fillojnë gjërat të mira, sepse Marsi dhe Mërkuri nga shqiptari ju jep mundësi që ju të zgjidhni problematikat e ndryshme që keni pasur ose disa çështje të tjera, por vjen momenti tani dhe koha që ju të jeni në anën tuaj dhe pozicionimi i planeteve ju ndihmon. Sidomos lidhjet afatgjat në fushën e dashurisë ka të bëjnë me gafore dhe me peshore të 10 diçit të dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri ku shumë gjëra kanë ndryshuar dhe shumë gjëra janë në proces ku çdo gjë është në dorën tuaj, kjo do thotë shenja e ujorëve. Ujorët tani kanë 2 gjëra kryesore të tashmen dhe të ardhmen. Është roli drejtues, si në fushën e ekonomisë, të punës së tyre. Dhe disa persona, disa njerëz që kanë folur disi ndryshe për ujorët dhe tani e marrin pas atë që kanë thënë, sepse nuk ju doli ajo që ata donin të thonin. Por gjithsesi, ujorët kanë ndikimin më të mirë tani, si shenja ajri, janë shumë të ndikuar në fushën e karrierës së tyre dhe kanë lindur për karrierë në çdo aspekt. Nëse jepet një mundësi ose një burim të ardhash të dyta, janë gati të përgjigjen kërkesave që ata kanë dhe mundësitë që ata kanë tani e tutje, duke pasur parasysh edhe ndryshimin që ata kanë, mundësitë që do t'u jepen, është koha e tyre. Është momenti më perfekt në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe në ndryshimet të mëdha që ata do të kenë tani e tutje, duke se ky 6 mujor i 2026 i gjen mjaft pozitiv dhe tepër të rëndësishëm në ekonomi dhe disa gjëra të tjera në lidhje me shtëpinë ose rregullime, stabilizime, gjëra të kësaj natyre që do të kenë në vazhdimsi. Por duke filluar nga dita e sotme, java në vazhdim, është diçka shumë pozitive. Madje do binë në ide për çështjet ekonomike financiare, disa gjëra që janë shumë të rëndësishme për ta, për punën e tyre, për karrierën e tyre dhe për familjen, ka diçka shumë të rëndësishme. Lidhjet afatgjat ose për juve që keni një lidhje apo çështje të lënë akoma jo në harres, por me çështjet e punës edhe lënë pas dore, do të thotë lidhjet afatgjat që kanë bënë me luan të 10 diçit të parë, me peshorët të 10 diçit të tretë dhe me binjak të 10 diçit të parë, ku është ndikimi dhe favorizimi është shkripa dhe piperi, ku them gjithmonë në lidhje me binjak, ku ndikimet janë shumë të mëdha, sado që të ndikohen ose të keq interpretohen, keq kuptohen, por do gjenë rrugën e përbashkët drejt së ardhmes apo në altar. Ka diçka shumë të madhe për ta dhe momentet janë pikërisht tani në këtë periudhë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku çdo gjë është në dritë të diellit dhe ata që janë shumë larg janë më afër se kurrë, që këta janë shenjës së peshqeve. E marrim nga e fundit, janë më afër se kurrë, sado larg janë në fushën e karrierës. Kanë ndërmend, por juve jeni në diasporë, që do të niseni të bëni një biznes në shtëpinë tuaj, në Shqipëri, ose keni një mendim të tillë. Duket se ajo bëhet realitet, mendimi juaj, ëndra juaj, është koha juaj për të filluar, për të parë se çfarë doni të bëni dhe ku doni të arrini. Është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse e keni në dorë vetë dhe mundësit janë të arta për të zgjidhur çështje problematike dhe jo vetëm. Sepse çdo gjë e keni në anën tuaj dhe në çështje ekonomike financiare do shikoni që do të difyshoni dhe jo vetëm janë peshqit ata që kanë mundësinë për 2026 dhe vazhdimsinë e tyre duke filluar nga kjo javë, por edhe shumë do flasim në arsye dhe pse. Por ka diçka shumë të madhe në lidhje me takimet, lidhje me vendimet që do të marrin dhe mundësitë. Për ata që kanë probleme në dokumentacione ose presin diçka që nuk e kanë akoma në dorë, është momenti dhe periudha më mirë e mundshme për të stabilizuar dhe gjërat nga më korrekte që ata kanë dhe është një mundësi shumë e mirë tani për tani, me qenë se keni pasur një problem ose disa gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, por është mundësia, është momenti dhe koha e duhur për të stabilizuar gjërat e juaja. Por gjithsesi, në fushën e dashurisë, duket se ka të bëjnë shumë me virgjëresht të 10 diçit të parë dhe me britsjap të 10 diçit të tretë,
pregatituni sepse edhe një pasardhës është gati dhe do keni një gëzim shumë të madh në familjen tuaj. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, kësaj fillim jave. Unë uroj një ditë të mbar, javë të mbar në çdo aspekt të jetës suaj. Më një rrepulla, jetë mirat.